Jemi kthyer shpejt në studio për të kuptuar tani edhe për t'i dëgjuar të ftuarit edhe në studio, por edhe përmes lidhjes direkte se a mjafton vetëm dashuria për të mbajtur një lidhje, një martesë, një raport të tillë të rëndësishëm. Njëra prej tuara që kemi në studio tha, veç nuk jam tha në fazën duke vuajtur se e di çka kisha fol. Besa që rreti në studio me ne, Besa mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Doni është po ashtu, kënaqësi gjithashtu. A Doni mirë se erdhe. Një besë tjetër e kemi drejt për drejt, është Besa Mahmuti, po ashtu një personazh i njohur, viral dhe natyrisht shumë i rëndësishëm me këshillat e saj, sidomos për këto tema. Besa, përshëndetje edhe për ty. Përshëndetje. Faleminderit që je bashkë me ne sot. Po e nisim me këtë Besën në studio pak për të ndalë ato që e vërtet që edhe këngët e tekstet më të bukura dalin nga vuajtjet. Nga vuajtjet sepse kur e ndjen çatë pjesë, domethënë prej shpirtit, ti del edhe qysh më u shpreh, qysh më thon për çfarë thash, për momentin që me dashuruar, se me kur e dashuruar e di çka kisha fola. Hiç në askë si e dashuruar në asgjë. Jo, dashuria është e bukur, kështu që me dash ndoshta du, po mu dashuru s'po di. Tash Besa tjetër, po mu dashurua ka ndodh. Pa tjetër. Ka dalë dalë shkujnë, edhe të e pyetje. Mos o prej ka shbet. Besa, dashuria është e bukur, e tha Besa këtu në studio, dhe shtu e thonë shumë beta. Edhe është e bukur. Okej. Kur është me të vërtet dashuria, nuk është obsesion. Sepse që aty më duket edhe lindin mas ne këto mosmarrveshjet, edhe pikërisht pasaj edhe shtrohet pyetja, a mjafton dashuria për me qëndru një lidhje tamam ashtu siç duhet. Nëse ekziston dashuria në atë lidhje, patjetër që po. Nëse është vetëm obsesion, atëherë bëhet pak vështirë. Aha, do të thotë, pra, nëse është dashuri, pak të obsesionin, po thua që mjafton për të mbajtur një lidhje, një raport, sepse në këtë formë mund të tejkalohen edhe shumë problematika tjera që mund të dalin gjatë rrugës, mosmarrveshje, na shpjego pak. Unë po them për këtë arsye, sepse kur e dashuron dikon, me të vërtet, kur e don, atëherë patjetër është që edhe e respekton. Kur e respekton, atëherë patjetër që edhe shikon me ja përmbush dëshirat që i ka, ose me ju përshtat njëri tjetrit. Edhe për këtë arsye besoj që mjafton, që masejhin ti për shembull nëse je i pa punë si burr ose si gru, edhe e don partnerën tënde, ti normal që lufton me gjetë vendin e punës që mos me mundu partnerën tënde. Sa jam tu shpreh kuptueshëm. Është qartë. Nëse është obsesion, veç obsesion, zakonisht gjeneratat e reja, apo jo vetëm, e ngatrojnë ka njëherë dashurinë edhe me obsesion, edhe kur është veç obsesion nuk ka dashuri, atëherë edhe këto gjona tjera që janë ka njerë që t'inglojnë si materialiste, në fakt nuk janë materialiste, bëhen edhe shumë sekundare, zbohen më primare, se si moral. Sa për ku të më pëthua që ta dashurosh dikë është edhe ta respektosh, dhe me pas vinë të tjerat. Doni që të krejtësisht të ndryshme, ndjenja krejtësisht të ndryshme, dashuria dhe respekte. Të respekt mund është me pas edhe për një njëri në rrugë që i folja dhe nuk e shamo korë. Dhe më thonë, ne takon që ato dhe nuk keme pa mu. Për me dashuru një person tjetër që shpëthot kjo që dhe më thonë, i duron krejta, i bën krejta, adin nuk menaj që është zgjidhja ma e duhun, që edhe nëse dashuron dika me i duru krejtë gjanat, se kemi pa edhe viteve të mundi se që ka ndodhë kur janë dashuru dy persona, po them kështu të në thojza. Unë nuk menaj që mjafton veç dashuria për me mbajt një lidhje, qoftë një lidhje shoqnore, qoftë një lidhje. Po jo, këtë rast po flasim për lidhje, po. Ose një lidhje martesore, përmenaj që do të me qenë mes pa tjetër edhe respekti, mirësjellja dhe mirëkuptimi ndoshta mes dy botnave, se na edhe Gishta dhe Dorës nuk i kena atë njëjtë, e lemo dy karakteret e njëjta, nuk menaj që edhe këshim bo bashkë, po kur janë dy karakteret të kundërta, do të nështa me ju përshtat njëni tjetrit pak ma shumë me ato vetit e këqia, me ato vetit e mira, veset, gjithë shka tjetër, që kjo është dashuri. Kur te mundosh me respektu personin për që ato që aj është, e jo me bo që shtë të dënë, jo me bo që ka dënë te, mi thonë ati personit, jo Allah ti bënë që shtësun që të po du me të pa. Qysh edhe ka ndodhë dhe kena pas shumë raste. Besa, për ty qka është dhe si e shek këtë lidin pra mes dashurisë respektit? Mendoj që shumë herë po kalojnë edhe në iluzion. Dhe thotë, sidomos të tritin qofse veç e cekën dashurin,
të rinia, ata e kanë, unë më imi qytë ma shumë dashuriqka, se dashuria në kalon në disa faza, kështu që edhe vetë kur dashuron ndryshe edhe kupton ndryshe mandej. Interes pa tjetër që po kanë shumica, do më thonë tash edhe meshkujt, kanë interes të femna, po edhe femna, do më thonë e këshyrin me gjithë një farë mesi, një farë balancë interesi. Po mënej që nuk po ka dashuri afat gjatë, do të thotë shumë po janë shkurt pamës, do më thonë qatë për që aty në shtatë dashurojnë, po jo diçka që e shohin për talmën. Vjen keq që e thamë, po edhe martesat po i shok shto, do më thonë afat shkur, do më thonë nuk ka afat gjatë. Për momentin ndjehet që ashtu e ban, po jo diçka matutje. Në shta ma për para e më ndanë të ndonin, po ndina mirë, po edhe në qofë se ndona, kur gjësash, që kjo po është pak e frekshme për derisa me ndohë që aja. Do më thonë njeri që e danë, nuk e thu qatë fjallën, edhe në qofë se ndona kur gjë kërkujna, tja të hepëron nuk e dashuron, se nuk shkërmendja me thonë qatë fjallë. Kështu që po menoj që është qështu kote fundit të funksionu dashuri me afat shumë shkurt. Me afat të s'ka duar. Për me fenomeni i kohës të fundit qka po e dominant dështë edhe këtë pjesën e dashurive, është mungesa e sinceritetet. Do më thonë edhe shumë qifte, ndështë edhe shumë raporte që pretendohen me u kriju në qifte, që nuk janë të sinqert me njëni tjetren. Nuk janë shprejnë ndështë ndjenjat qashtu që është ndijen, ose nuk e thojnë të vërtetën, mundohen me dhonë shpresa të rrame për një personi në fjallet dhe në fond veç ajo shtresa ma e poshtër e njerëzve që më nëjën është ata që ikin pa thonë diçka. Aden nuk të kushton kur gjë me thonë nuk jam gati, nuk jam i gatshëm ndështë me pas një hap tjetër bashkë me ty, ose nuk po dëdu mo, ka qenë veç diçka momentale, po du me vazhdu jetën, po që veç zhduken edhe te e shetë që e shetë personin në fjallë, tu pas lidhje me dikën tjetër, tu martu, tu kriju familje. Po se po këshyri majt ka 3 lidhje, ata që mëndojnë një majt ka 2 lidhje, veç zgjedh me u të rikë pas njerësi. Në ndërkohë që personin në fjallë, është të e vujt hala një pse. Pse nuk e ka marrë një përgjigje prej që ati personi. Shumë e qartë. Besa, këto të cilat i përmendën edhe Besa në studio, por edhe Doni, a ishin ju si problematika të kohës së sot me ndikimit të botës së madhe të rrjeteve sociale? Pak si mendon, pra pse nuk ka dashuri të sinqerta sot edhe ndoshta pse ka dashuri afat shkurtër siç po e thot edhe Besa në studio? Spari besoj që dashurit afat shkurtë në thojza, për ju thonë kështu se pajtona plotësisht me Besën, besoj që ato tash edhe, po kanë edhe mundësi me u shfaq, për para nuk i ke pas mundësit mu divorcu ose mundo prej një zullumqari ose prej një zullumqarës. Për para je kone lidhne ose i lidhune dhe tash, frika ndoshta prej krejt atyne storjeve që i kemi ndëgju, sidomos na si gra, shumë shpejt edhe distancohen prej njerëzve që e vrejnë prej fillime që diçka ndoshta nuk është në rregull. Në fakt nuk jo dhe nuk më doket e keqe. Kur e marr parasysh që kemi shumë raste të dhunës në familje, më doket edhe shumë vendim i duhur nëse ndohesh para kohë se sa vonë. Tjetra që përmendi ky djali që këto çifte që gënjejnë njëri tjetrin, ato janë masaj lidhje. Po. Ato janë masaj lidhje toksike. Lidhje toksike i konsideron, okej. Ato janë lidhje toksike. Në përgjithësi të në shoqëni na jetojmë fatkeqësisht me një vend ose me një kulturë ku me të vërtetë toksiciteti mbizotron pothuajse në gjithçka, në vend punës, në komunë, në shoqëni, në spital, domethënë jem të rrethon prej atij toksiciteti. Ndoshta i shkon zgjedhja nëse flasim ma shumë për toksicitetin edhe brenda familjes, sepse ka edhe nana ose baballar që janë toksik ndaj fëmijëve tyne. Po, Besa, le të bëj një pyetje e më pas të njëjtën do ta parashtroj edhe në studio. Personalisht më duket pak e frekshme sot që është duke u promovuar shumë kjo, që qoftë në një lidhje, qoftë në një martesë, secili traton nuk ka dashuri të sinqerta e kështu me radhë. Realisht, a mendon që pak po egzagerohet kjo, sepse ka martesa të shëndetshme, ka lidhje të shëndetshme, edhe pa tratuar, edhe njerëz që e respektojnë dhe e vlerësojnë njëri tjetrin. Dhe nëse po egzagerohet, pse po bëhet kjo? Edhe unë jam e mendimit që ka me siguri ma shumë lidhje dhe martesa të shëndetshme se sa ato që janë të pashëndetshme. Po ndoshta po nisëm prej mendimit tim ashtu, ndoshta është
vetë ato që ka kom pa në rrethin tim, po edhe kom pa normal në ngjarje tjera. Tragedia po mdoket që kjo që nuk po folët hapur, të kishim jetu me një shoqni ku me të vërtet një grua ose një burr ka të drejt me thonë, hej, unë ty nuk po du mo, po du me vazhdu me tjetrën, nuk ish ardhë puna hiq deri të gënjeshtra edhe mu egzageru ka të shumë si që po egzagerohet në deri në këtë formë që jemi sot. Do me thonë, apet po lidhëm prap aty që këtë toksicitet, fasada, mu bok para krejt tjerve, perfekt është qaq prezente të na, që edhe po në ngulfat komplet si shoqni dhe po arrim pikrisht në kësi situata si qimi dash. Po, Besa, si eshe realisht që a njeti shumë njerëz edhe në shoqëri edhe në jetën e përditshme pra që vërtet e ka një lidhje të shëndetshme, e ka një martesë të shëndetshme, që respektojnë e duan njëri tjetrën. Pra, cilës ti beson më shumë? Patjetër që ka se nuk duhet me unis gjithmonë të ajo negativja. Kemi qifte që kalojnë shumë mirë. Për zotin edhe kom shambull për me i marë shumë herë me i marë lakmi, e ka një jetë të organizume, do të thot njerës që në të organizume një jetë ka dhe dashuri, ka dhe reflektojnë bukur edhe t'jepin pozitivitet. Unë e kam edhe kolegë të ndryshëm që i shaqe, dhe më thonë gjithë shka zgjohën më në gjezë, pinë kafën bashkë, shkojnë për puna, po prap janë gjithmonë pra një tjetër, janë dhe më thonë shok. Nuk janë veç dhe më thonë familjarës e dashurun, po janë shok. Po zdo thot vishë në martesa, po edhe vetëm qiften që ofse janë qiftet janë raporte shumë të mira, po jo si dikur ma herët, jo si dikur ka pas ma shumë, tash ka ma pak. Unë menej që ma pak janë në shoqëria si ata lloj persona, sidomos gjeneratat ma treja unë isha që nuk janë të ditas me dashuru, s'po di për ju mungan emocioni. Unë po menej që është u shu që kënë djenë, do thonë ma pak ka emocion. Do më thonë, kur mungan emocioni, nuk mundesh me pas asë ndjenja në dashuri. Kjo po ndodhë edhe tek njerëzit ndaj njëri tjetri, do më thonë... A e ki problem sot shambull? Jo, qëndetshme. Po, përveç emocionit, ta kryosh një besim shambull tek një djallë për të pas diqka serioze? Unë ishtë tash për veti me tha thonë realitin zero besim, edhe pse shumë besoj të njerëzit, nisna prej anës pozitive, po të e pas parasysh kote fundi që isha që gjysh fatkeqësisht, shot shumë dështime në qifte, edhe ka shumë raste që nështë edhe pak prej vetë jetës tam jom nisë, nështë gabim që po flasë kështo, po nuk kam shumë besim, do më thonë, ma shumë shkënmendja të e keqa se të e mira, nështë shumë gabim e kam. Po në këtë pikë, se po, mund të jetë shumë gabim, do të apysim pas pak besën që të marim disa këshilla, se në base si ti janë edhe shumë të tjerë, së është shumë njerëzore që njerëz nga përvojat personale me pas e ka një lloj frike më të madhe, ka shi njerëzve. Don. Emocioni po zavëndzot me interes dhe vetësatme. Në momentin që ti e dashuron dikan me të vërtet, e dën dikan me të vërtet, nuk menoj që të shkon menja me të rrathu. Kështu që për që ata kena toksicitet, për që ata kena ndështë probleme në qifte, probleme në familje të shumëta që... Po mirë, cilë është kjo interes ka që madhë sot që e kemi të njëri tjetëri, shambull, për një lidhje? Qëfar interesa kena, shambull? Pa i kreti dina që par interesa kena. Mi s'jem një tjetër feedback. Po, okej, une jam për me pyt, ju jeni për me folë, une po buj pytje. Po besoj krejt edhe ata që në të nga pa në këtë moment e dim për çka po flasë, kër është çështja të interese. Interes të dyanshëm në këtë rast, po flasim? Normalisht është interes të dyanshëm. Luksin shumë e dojnë. Tash të gjithë nuk mujnë me buj jetën luksin. Vjen keq, sepse gjithë shka po nisën prej rrjetëve sociale, dhe më thonë prej një fotografisë, nuk mujnë me unisë që e shojmë një fotografi që një qef, nështë ta veç për momentin duken ashto, po në realitet nështë ta shumë fake, kështu që shumë herë e mashtrojnë vetën. Dhe më thonë, jena gjithë ditë të jetu me mashtrime. është shumë e dhëmshme. E në këtë pikë Besa... Sot nuk po pysin qëfar nivelli akademik jo se sa a ke kry shkollë, sa fakulteta i ke kry, po sa kanë të ikini në bankë. Okej, letë mbesim Besa pak të sa realisht është kjo problematike, pra kjo çështja e interesit financiar dhe luksit për cilin po flitet dhe promovohet shumë. A e sheh vërtet si një prej problemeve kryesore të këtyre gjërave që ndodhin sot? Po, kur kam këshilla, po flasë sa veç prej eksperiencës që kam, kur kam biseda seanca me kliente ose klient, do na më konë shumë e sinqert, shumë pak përmendet materializmi. Shumë pak. Do me thonë, ma shumë ka të bënë që personin fjallë nuk ndihet rahat, ose është
përjeton dhunë psiqike, fizike, çka do koftë, se sa që po mungon një kerr, ose po mungon një çantë, ose çka do koftë. Kështu që nuk po di, besoj që është, absolut nuk i vëj në dyshim këto çka po diskutohen në studio, ama besoj që problemi real është me të vërtetë ndoshta nëse nuk merr dashuri një grua ose një burr, ashtu siç mendon ai që duhet me marr, ndoshta edhe ka përcen mas nejnë materializëm. Nëse për shembull, çka po diun, nëse burri punon në 20 orë në ditje, edhe ti nuk e sheh kurrë, edhe në çato 20 orë ti diçka dush me bo. E nëse të mëson prej fillimit, për shembull, me ta bleni çantë ose me çun pushime ose çka do koftë, ajo bëhet sikur zakon, bëhet shprehi edhe krijohet një farë lloj varësie ndaj atij luksi në pojza. Ama besoj që problemi tamam si problem nuk qëndron, besoj unë, nuk qëndron te materializmi. Nuk qëndron. Okej, besoj, nuk peti. Po, një pyetje që mbas edhe mund të jetë klishe, se kjo pyetje mund të parashohet edhe për një djalë, në këtë rast edhe për Donin. Shembull ti i ke disa vite, ke karrierë, ke punon realisht, edhe je e arrirë në atë që ti dëshiron, dhe je lirë për të bërë atë që ti e dëshiron. A do të ishe ti e gatshme si një vajzë, pra me gjitha këto me sakrifiku në kuptimin për të qenë në një lidhje serioze me dikë që mbase ende është rrugës dhe nuk i ka ato që ti dëshiron prej një djali. Ndoshta edhe në aspektin financiar në këtë rasta. Mund të flasësh edhe në përgjithësi. Jo, edhe në përgjithësi mund të flasësh. Po, artë tjetër. Muj me full edhe personalisht, unë e kom kalu faza që edhe kur kom pas, edhe kur s'kom pas, edhe në gjdo form po. Rahatin edhe komoditetin e kom gjithë kur unë jam tip emocional edhe du me qenë e përmbushën pjesën e dashuris. Në qëfëse nuk jam e përmbushën e dashuri, nuk është gjithçka kushtet ose gjithçka për mu. Unë e di që ka qifte sot shumica, sidomos femnat, që po flas edhe për ato që në martesa që do më thonë që ndrojnë për shkak të kushteve, jo një grup i femnave që do më thonë këshyren në rrjetet sociale, cila po i bën pushimet ma luksoze, se cila ka ble do më thonë me vlera ma të shtrajta, edhe që kjo i mban dashurinë dhe familjen e të mve, po jo të lumtura, lumturin do më thonë zero e kanë. Kjo është për keqardhje. Unë e di që gjithmonë janë këshyrë edhe në kohët nështë ma të lashta i kanë këshyrë financa, do më thonë një qift kër e martu, i kanë këshyrë a i ka baktita, ka toka, ka pasuri, po sot ka kalu një mënyrë tjetër. Sot të këshyrin baktita. Po jo të gjithë, sot unë e për veti, nështë një mosh që kom kalu, unë e kësha pas qef që me qetë një farë balanci, sot gjithë shka për më kushtet, sot vjen dikur një mosh që ti ki nevoj me pas një shok tjetës. Jo gjithë shka pasuria, me qenë dy që kompromisën këtë pjesë që do më thoni i këthejnë feedback një tjetër është perfekt, po tash jo të gjithë qiftet zgjedhin me qenë që ashto. Aty ku s'ka dashuri gjenë do më thonë pretekste tjera, do më thonë gjenë tradhtia, gjenë format ndryshme, kështu që s'po di qka moj me shtu në këtë pjesë. Unë për veti personalisht nuk nisna gjithë shka prej pasurisë, se e kom provu edhe dashurin kur ki pasurishëm. Si ishte? I ka mirat edhe të këqijat, s'po di që me thonë, kur ki familje ma ndej e plëtson, dhe me thonë, gjona tjera, i këshyrë gjona tjera, shkollimin e fëmijëve, jënë shumë sene tjera, amo nuk është gjithçka që të përmbush. Don, këto janë shumë të shprehura në showbiz, kur flitet për lidhje, për dallimet në moshë më pas të personazheve që lidhen mes vete, këto interesat për cilat po flasim, edhe showbizin shqiptar e karakterizojnë shumë. Po, sidomos viteve të fundit jemi kënd dëshmitar të shumë ndarjeve, të çifteve të shumë të dashura dhe shumë të njohura në publik, por që nuk e di çka ka mujt me ndiku ndoshta te ata. Se për shembull çka që e tha te, do të thonë kanë karrierë, i kanë krejt gjanat ndoshta në vi, por që i kemi patu nda. Ka qenë për shembull Sara me Ledrin që janë nda, ka qenë Beskallaku me Gjensila Myrtezaj që bukvalisht në patra kres krejtve që këta u patë nda kështë. Edhe plët qifte tjera, por që mas na i kritikojmë do qifte tjera që e tha edhe te dhe aden kanë diferencë në moshë. Për shembull, pse duhet me u gjyku Erald Belegu që është në lidhje me Diola Dostin, kur ata dy kalojnë tepër mirë me njëri tjetrin, duhet janë njerëz të arritun, duhet janë njerëz cilët i kanë bizneset e veta, kanë jetën e vetë dhe siç e tha edhe Besa, e kanë gjetur shokun e jetës në njëri tjetrin. Ndërkohë
Po që është ma rrezikshme të qëto, që kësha mujtë me thonë është që gjykohen shumë, e sidomos gjykohen femna në këtë rast. Dhe me thonë, dy ndarjet para prake që i përmenda, jënë krytëzu Gjensila dhe Sara në për rrjetet sociale, që kënë se këto e kanë inicu ndarje me tradhtina, me gjana të ndryshme, kështu gjithmonë me të fajtore e femna, nuk e di pse. Nuk e drejtojnë gishtin ka mashkulli, po gjithmonë në një tradhtim mbetet fajtore e femna. Besa, e tha disa herë dhe te po dhe Besa këtu studio që dashuria është e bukur. Ata nëse dashuria është e bukur, pse vuaj njerëzit? Me bu ma të bukur. Shumë naive. Ndoshta tu lexu romane shumë romantike, ose kena pa filmat Disney, ose kena pa filmat Bollywoodit. Po, i marrim disa përgjigje për atyre librave edhe këtyre filmave. Me të vërtet nuk e di, ama të qysh e kem pak një farë, edhe me ngu kongë të dashnisë dhe pak me vurë. Se Besa po e ngrit dorën studio, me siguri e ka një përgjigje. Unë mendoj që përderisa një qift flet për të ardhmen e jetës, do më thonë, nuk po të thëmë që t'jep garancion, po përderisa ty të jep shpresa për të ardhmen e jetës, do më thonë, flet për diçka që mbas pas vitës qysh ata kanë me qenë si qift, atër një femën përderisa është gënjehet, ose një mashkull, se nështë adhe kundërta që femëna jep shpres për me kriju nështë që bi direkte asaj martesën kena me pas, ose kena me pas një familje të plëtsume, edhe për njëherë largohet, si kur që shta dhe doni, largohet pa asnjë arsye, pa tjetër që të bënë me vujt. Unë isa prej shumë qifte që sot po e zgjedhin, nështë ndarjen në heshtje. Sepse kur ti ki konflikt, e zgjedh nështë vun, po prape kini varur rretje dhe ki arsye për, po është ma e prekshme në heshtje. Për zotin puse, mas partit e dënë me gjithë një arsye pëse qka ka ndodhë, po që kjo është ma e keqja e vujtjes, kur përdrisa e menon ti një person, do më thonë, të ardhmë në jetën me ta, gjithë shka e ke ndo, andrat e tua e ke ndo me qatë person, edhe del diçka krejtë e kondër ta pa tjetër që vunë qaj person. Edhe është shumë diçka normale. Po dashuria që kjo është e bukur, të bënë edhe me vujtje, po të bënë edhe të lumëtur, bilim sidomos kur të bënë të lumëtur, ata persona vrehen në qeftë. Unë e knashna, kur i shoh dhe femna, kom shoqe se thëmë, e krejtë ke ndryshu, tjetër po dokesh shumë e lumëtër edhe. Po, tjetër energji, dhe më thonë, ndryshon, i ndryshon mendja, i ndryshon gjendja, gjithë shka. Ka pos raste që... E pse na ndryshon është dashuria, Bes, po, nështë ta me dëgju, pse na ndryshon dashuria? Pikërisht për këtë që po flet Besa, për shoqet e veta që e vërejnë më njëra ndryshimin. Pse ndryshojnë për shkak dashurisë? Është adrenalina dhe dopamina normal, që na ngritën me një herë në tru, edhe ajo normalisht që ndikon mirë. Edhe dokët, qashtu është dokët, me një herë rrezaton tjetër energji, njerëz që nështë nuk i ke dasht shumë, nuk i ke pas shumë simpati, për një herë janë isë dhe ata mi dasht, ju thu mirë mëngjes njerëzve që s'ju ke thonë kur, është krejt ajo lumturia. Tu kalu rrugës mirë mëngjes gjithve. E kisha një shoqe që ka një herë ngacmojke edhe ka të këtu, ka një fjallë në i përljami, po kur u dashuru, thashtu se mirë, mos po m'kapët. Thashtu pas ka pas nevoj për një me, po ka njerëzit sot kanë nevoj për dashuri. Kështu që normal, dashuria thashtë është e bukur, bënë edhe me vujt, po qëto janë, që kjo jeta. Besa, kush dashuron më shumë realisht? A ka një matematik në këto nëse janë vajzat apo janë djemt ose kush ndjen më shumë? Se ndonjëherë është kjo që vajzat, e mbrojnë njëra tjetër, që ne dashurojmë më shumë. Në anën tjetër i dëgjon djemt duke thënë që kur dashurojnë djemt përfundon ato gjithçka, siç po e thotë edhe Donin. Kush dashurojnë më shumë? Unë besoj që dy palë dashurojnë njëjtë, nuk besoj që njona palë dashuron më shumë. Te burrat, më duket pak si e dhimbshme ka një herë që kur dashurojnë, dorëzohen totalisht. Po edhe kur të thehen totalisht. Te gratë japën me krejt qenjen, çka kisha dash veç me cek ose me potencializuar që problemi është që pas ndarjes, nëse njoni prej tyne u konë toksik shumë, ai që
ai që nuk ka qenë toksik, ose në fakt ka qenë viktime tjetrit, se s'ka lidhja je burra je gru, nëse ke qenë viktime tjetrit, të ndron, edhe kur më nuk i me qenë personi që ke qenë ma herët. Edhe është shumë interesant që të burrat, zakonisht, tash në bazë shkencës, ajo ndikon në pamje totalisht, shton shumë pesh, prishët komplet, edhe ndodhë shumë shpejt që edhe nëse nuk ka pas ndaj varësi, ndaj diçkafit që krijon edhe varësi, ndaj alkoholit, ndaj narkotikëve, çka do koftë. Te gratë është psiqikisht që shkatërrohen shumë, ose dopsohen tepër, ose shtojnë peshë shumë, po as njani, as tjetri kur më nuk kanë me mujt mu kthy në personin që kanë qenë ma herët, për pas nëse e shqërojnë traumën ashtu tamam. Shumë interesant ke shqiptua, për sa shërohet kjo traumë? Për sa mund shërohet? Po, në varet tash, unë e thëmë qelësi i kësajna është vetë dashuria, Sa ke ty disiplina. Sa e ke ty zemrën, po të Sa e besa. ke ty zemrën. Edhe ajo, po, ndoshta edhe jo shumë, ashtu, normale që ashtu është, po edhe njerëz që kanë pësu kësi lloj traume e humbin disiplinën. Është shumë interesant. Po dëgjoj edhe ty, edhe do të liroj ty se e kemi shku në një intervistë, se Besa do pyetje se pse që S'do isha me fol për dashuri, po ti se pas ke problem fare për dashuri me fol. Pse mendon që djem dashur Për më çfarë shumë? thash se bukur. Dashurojnë më shumë, jena ma emocional, po nuk menoj që e shprehëm. Ajo egoja, sidomos të na shqiptarët, egoja e mashkullore dominon ka gjatë shumë, kështu që për çfarë arsye menoj që meshkujt dashurojnë më shumë, por që nuk dinë me shpreh dhe nuk dojnë me shpreh. Ja, ke ndoshta Une Okej, dëm, shkoj bëne intervistën, po të lirojmë. Faleminderit. Faleminderit. Sa shumë. shemi për kafe e vazhdojmë Patjetër, folim për diskutimin për dashuri, dashuri. Hajde, dëm, faleminderit shumë që ishe. Po, Besa, në këtë kush dashuron më shumë? Dashurojnë të dy palët, po mendoj që meshkujt harrojnë, mashkujt femnat nuk harrojnë. Domethënë nuk e harrojnë qatë person qatë shpejt, qatë lehtë. Meshku nështë vetë është karakteri dhe natyra e botës mashkullore, që nështë emocionet i stepin ma shumë, ndërsa femnat e përjetojnë vujtin ma të madhe. Nuk po thëmë që është edhe një pjesë e meshkujve, po kryesisht janë femnat të cilat nuk e harrojnë qash lehtë një person, domethënë nuk mujnë me kalu lulëm lule, që është fjallë popullore, nuk mujnë me kalu lulëm lule qash shpejt sa meshkujt. Meshkujt e kanë ma të lehtë, domethënë me njëherë, edhe pse ndoshta e kanë një ndarje, mujnë me kalu një dashuri tjetër, ndërsa femnat unë mendoj që e kalojnë vujtjen ma gjatë. Besa, se po më pëlqen Besa në studio që po e dëgjoj pyetje me shumë kujdes dhe më njëherë po e ngri dorën me fol. Sa herë mund të dashuroj vërtet një person? Sa herë që dashurohet. Sa herë që Nuk ka dashurohet? limit. Okej, Besa, sa herë je dashuru? S'moj me thonë këtë pjesë, se di. Nuk më pëlqen me shumë. Po të paktën një herë dy po. Pa tjetër, po. E bukur është dashuria, po për dallaj kënë morë, do më thonë. Po, të mosha dua të dalim këtu dhe ta pyesim Besën edhe të bëjmë një bashkëbisedë për të Besa. Çështja është që a mund të dashuroj vërtet për të dashurinë e madhe për cilën po flasim me respekt dhe gjitha të tjerat, një 18 vjeçar dhe kur mund të vi kjo periudha të cilën e tha Besa në studio pak më herët që kam nevojë për një shok të jetës. Pra, kur është kjo e para dhe kur është kjo e dyta? Po kjo e para është dashuria moshën e adoleshencës, me siguri krejt e dim, adoleshentat dashurohen shumë shpejt dhe besojnë që me qatë person kanë më plakë dhe kanë me vdek. Okej, mas 2-3 mujve përfundon gjithë qka. Po, ka edhe raste që me të vërtet, ndoshta 18 vjeçart dashurohen edhe përfundojnë moshën 75 vjeçë shumë të lumtur bashkë. Unë besoj, ama, që dashuria tamam e sinqert, puro ashtu, për ato që po bisedojmë, besoj që ajo krijohet ose lind, pasi që së cili prej partnerve të vetë e përmbush vetën, s'pedim me thonë në Shqip. Po, e qartë është, e qartë. Që basi që të përmbush vetën. Nëse për shembull je karrieriste, kryen karrierën, kryen shkollimin, punësohesh mirë, çka po dion krejt ato dhe të vjen partneri jetës edhe ai është i vetë plotësuar ashtu, besoj që aty edhe lind ajo shoqënia e mirëfillt, mes njëri tjetrit, edhe përputhen ashtu dy bota tamam mirë edhe forcojnë njëri tjetrin. Problemi është ama kur njëri nuk u bet përmbush, e tjetri po atëherë.
është vështirë. Ky shoku i jetës, domethënë në këtë periudhë për cilën ti po flet, a është më vështirë për t'u gjetur besë? Si është se kriteret janë më të Unë besoj larta? edhe në dashuri që në moment, ta prapë, domethënë që e përdorin ato flutrat, nëse ndodh ta ndrën. Dashuri shikim të parë, si që Se dashuri çka tash mua ato mosha ato faza i kom kalu për veti edhe menoj që s'po flasim për ato, po. E kështu që kur i kalon do vite, normal që e këshyr pak karrierën, e këshyr do gjona, po në momentet që ti a fillon gjithçka me bu analizë, jo këto, jo ato, nuk mundesh me dash qatë persona, nuk mundesh me dashuru derisa e këshyr çdo san. Unë menoj ajo lind moment, në çastin, në momentin që te e takon një person edhe çati me njëherë ty do më thonë, të ndërën në emocione, të ndërën një mendje, një gjendje, kretë tjetër, atër mendoj aty ka dashurit vërtet edhe nuk i këshyrë shumë gjana, nuk i analizon. Pa tjetër që ndërkota një të lidhin ato sene ose diçka, po mendoj që shumë heri i te i kalon edhe anash kalon se te dashuran që atë person. Për ndryshe, për drisa e këshyrim një person, ka dalë që si që kjo po më pëlqej ka, du m'ja këshyrë këto, do më thonë, interesi që ato që diskutume dhe ma herët, po njerëzit që dashurojnë nuk këshyrin shumë gjana, do më thonë lindin aty për aty. Okej, dhe për besën shkon tash pyetja që sa mund të ndodhë kjo në 1%, pra për cilin po e thot besa, që dashuria të jetë në shikim të parë. Po fuli për dashurit e vërteta, mendoj që qashto, lindin moment, jo gradualisht. Bes nuk e di, unë nuk i besoj kësaj. Kisha pat qef me i besu shumë. Unë besoj që energji, nëse takohen dy energji, ose dy njerëz, dhe në shikim të parë, lindi qka ka, ama nuk besoj që krejt dashurit e mdhaja lindin qashtu. Kam shumë raste që për shembull jam konë bashkë me një klasë, kanë jetu jeta të ndryshme, mas 27 viteve janë taku prapë dhe janë dashuru edhe tash janë super të lumtur bashkë. Do me thonë, nuk e dim varet, besoj që ka si momente, nështë që me të vërtet diçka zemra dridhët për të takon dikon, ama nuk besoj që krejt dashurit e mdhaja lindin atë formë. Okej. Besa, në një lidhje të shëndosh, të mirë, që është dhe mirë kuptuese mbi të gjitha, janë ndaj njëri tjetrit, si funksionon më shumë, se edhe për këtë ka mendime të ndryshme, kur dikush janë në fakt karaktere të njëjta, apo kur janë komplet të ndryshëm? Kur janë komplet të ndryshëm. Beste? Me cilën jetë? Se di që kjo është interesant, kur janë dy personat ndryshëm edhe i shojmë të dashurum, po funksional se di sa më me thonë që i shë, se ma shumë shë konflikte se sa që shë dashuri, po është interesant kur i shë dy qifte të ndryshme dhe janë të dashurum, kërë që nuk e di se të rrallë po shojmë ato qifte që janë, dhe me thonë, si qifti përshtatshëm. A vëdim se karakteret të ndryshme, tash njerëzit ka ndryshu gjithë shka me kohën, unë me në gjithë dashuria. Si Victoria e David Beckham. E vërtet. Besa, pse funksionojnë më shumë, ose kur janë dy të ndryshme, dy karakteret, dy tipet të ndryshme? Funksionojnë më shumë, sepse po flasim veç për lidhjet të shëndosha, po flasim për këto kur njoni për shembull është shumë sportist, që ti e përmendë David Beckham me Victoria Beckham. David Beckham jetën e tij e ka kaluar shumë interesant, u kon tepër shumë sportist, edhe vazhdon me qenë, ushqimin e ka hongër gjithmonë me orar të caktuar, ndërsa Victoria u kon më lezher, u kon më e lehtë ashtu. Victoria u kon edhe person që ka pas shef për jashta mu dok mirë, e mbranda nuk i ka interesu shumë, e David Beckham u kon i kondër. Ka pas edhe një reportazh në lidhje me këto. Kur njoni ka disa vese, tjetri i ka disa tjera, besoj që kur është lidhja shëndetshme, njoni tjetrin mundën veç me plotësu. Nuk ka aty dom. Besa, se sot duke i bërë këto pyetjet, më shduk vetja si me bo pyetje leksioni, po ishën pas e shumë të tjeshta, por është shumë e rëndësishme si temë dhe është si fenomen që na shoqëron në gjithandej, po në ndërkohë dua të them diçka. Besën sot je kam pasur disa herë, po si sot që po i shkelqejnë syt kur po folë për dashuri, nuk e kam pas njëherë. Jo, po pas na pas nevojë me folë edhe për çet pjesë për një me, kështu që ja buna edhe vetit ndërkohë një fal analize, kështu që do ta bëjmë edhe pjesën e dytë, javën ardhshme. U fundosa në këtë pjesën, u fundosa hina diçka në dashuri, edhe pse thash
zdi me folë që ka me folë. Okej, shumë mirë, janë mirë që e pate këtë ndjenë. Dhe për këtë, për ta përfunduar, cila kish me qenë pra një këshill e jotja duke pas këtë ndjesien që po thu u futa në dashuri. Cila kish me qenë një këshill e jotja për një vajzë, për një djalë? Unë e mendoj që ato që e ndjen, për shembull, nëse dashuroni, të është fjala e dashurisë, çato që e ndjen, çato bëje. Mos e lemet ik momenti, koha edhe çasti, nëse ti e ndjen çat emocion bëje edhe mos pse me të lonë me t'ik qaj moment, sepse s'ki me pas qatë ndjesinë e njëjtë, nështë ta ki me dasht me i shkruj qati personi, se me dasht, qështë do qovë me taku, qështë du shmerëni, po qashtu qështë ndjeni, veprani se nuk gabani, edhe në qofë se gabani nuk është një gabim i madhë prej dashurisë, dhe më thonë, ajo është diçka që te i kalohet, edhe përmisohet, edhe me pak janë mësu friksoni, po të të besa, po, pa me të gudzim shumë. Nuk duhet minali emocionet, dhe më thonë, nuk duhet me të ngell diçka njët, pa e bo, se di se koha kalën shumë shpejt, jeta kalën shumë shpejt, kështë që dashuria thash është e bukur. Edhe në qofse nështë atë cilë diqka jo të kanëshme, prapë se me të lonë më të metë si peng, si pik një diqka, kështë që ma mirë mos ingurrani ato emocioni, mos e shkelni vetëm. Shumë e qartë. Besa, po të gjojme dhe ty në një këshill të fundit për gjithë të që folon. Unë e kom 3, zakonisht për flasë. 3 ati të gjojnë. Eksperimentat janë 3. E para është intuitën, ndëgjoje intuitën tonë dhe asë një herë nuk të gënjen. E dyta është duaje vetën mas shumë të në botë. Edhe nëse ki fmi, edhe nëse ki prind, spari duaje vetën. Edhe e treta është re autentike ose autentik. Për deri sa je autentike ose autentik, je okej. Në momentin që ti duesh me ndru diçka të vetja jote, atëherë kur gjë nuk funksionon më. Shumë e qartë. Besa, knatësi, falenderit shumë që ishe me ne sot. Falenderit shumë. Dhe energjinë e mirë që na solle, sikundër që edhe Besës, ty veç për dashuri ka me thirë. Në studio. Pjesën e dytë herën tjetër, Besë, knatësi ishte. Falenderit shumë, falenderit. Falenderit shumë.